Në shkollën nëntëvjeçare Sevasti Qiriazi në Korçë u prezantua një murale e re me portretin e mësueses dhe patriotes së shquar Sevasti Qiriazi, e realizuar nga nxënësit me mbështetjen e Qendrës për Hapje dhe Dialog. Ky është hapi i parë i nismës Dekoroj shkollën time, e cila synon të sjellë në vëmendje figura historike dhe personalitete arsimore, emrat e të cilëve mbajnë institucionet arsimore. Sot është hapi i parë i një cikli të ri aktivitetesh të cilat organizohen nga Qendra për Hapje dhe Dialog në rajonin e Korçës. Cikli quhet Decorate in My School. Do të jetë ndërtuar në realizimin e disa pikturave murale, kryesisht portrete të personazheve, emrat e të cilëve mbajnë shkollat e qytetit, apo dhe të figurave të tjera historike të rëndësishme për kombin dhe historinë tonë kombëtare. Vetë nxënësit kanë vlerësuar këtë nismë si një mënyrë të bukur dhe kreative për të nderuar figurat që kanë kontribuar në arsimin shqiptar. Unë në fillim mbi të gjitha dua të falenderoj Qendrën për Hapjen e Dialogu, pasi ata na lejuan ne që ta krijojmë të pikturë mural aq të bukur, që identifikon emrin e shkollës sonë. Jam me të vërtet krenar që jam i nxënës në shkollën e Sevasti Qiriazit. Dhe jam shumë e privilegjuar për të portretizuar një figurë shumë të rëndësishme të kombit shqiptar, ajo që është Sevasti Qiriazi, dhe jam shumë krenare që jam në këtë shkollë. Kemi përdorur shumë teknika të ndryshme që ishin shumë interesante. Në fillim morëm imazhin, e ritëm skicën, e morëm nëpër masa më të mëdha, e skecuam në mur dhe më pas përdorëm teknikat e ndryshme. Jemi shumë të privilegjuar që jemi nxënës të kësaj shkolle dhe do të vazhdojmë iniciativën për të bërë piktura të tjera të figurave historike dhe të ngrimë sa më shumë emrin e kësaj shkolle. Drejtoresha e shkollës theksoi se iniciativa të tilla jo vetëm zbukurojnë mjedisin, por edhe frymëzojnë nxënësit të lidhen më shumë me historinë dhe identitetin kombëtar. Shkolla, siç e shihni dhe vetë, është nërsuar një rikonstruksioni të plotë. Ka ambiente vërtet shumë të mira, bashkëkohore, moderne, kushtet janë optimale për zhvillimin e mësimit dhe piktura që sapo pat është një element i ri që është shtuar shkollës dhe shpresojmë pse jo të shtojnë dhe elemente të tjerë në shkollë, sepse gjithmonë ka nevojë, gjithmonë ka vend për gjëra të bukura. Falenderojmë Qendrën për ndihmën dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm dhe nxënësit pasi janë vërtet talent dhe vërtet na surprizojnë dita ditës. Pas rikonstruksionit të plot, shkolla Sevasti Qiriazi ofron tashmë ambiente moderne dhe bashkëkohore për nxënësit dhe stafin, ndërsa kjo murale i shtohet vlerës së saj edukative dhe kulturore.